Mirëmëngjes. Nodja mirë, e përshëndetje, e të kalume. Përshëndetje, faleminderit. Por më thuaj vetëm 1 minutë kohë se dje, të lutem dje fole, ndoshta e vlerësoj që more për të më thënë shkuara, faleminderit, dhe me që more 1 minutë kohë, se dje o zgjatëm shumë. Më thuaj 1 minutë kohë, çfarë miraku ke, nëse e ke? 1 minutë kohë, sot a dita por e të mortë të shtonot, unë do të dalë të lutëm për tonë poplën shqiptar, i herë për familjen teme, mrapa për poplën shqiptar, dhe do të mundohem që të lutëm o Zot të kthehet nga Zoti poplën shqiptar e ta zhdukum ka që kërkujnë me dojnë në parlament që e dzini parlamentin të është 12 vjetë, aja ka dzini të 70 vjetë kjo politikë, po të është 12 vjetë e ka boni a bon parlament. Më shumë dhe ka jo lutja të kurimi. Unë do t'jë në pjesë. Okej, faleminderit. Faleminderit për telefonatën, ta lëm me kaj se dje diskutuam edhe u zgjatëm një debat, ndoshta edhe të kotë. Përshëndetje me telefonatën në radhës. Mirëmëngjes. Uleni pak zërin e televizorit. Ju lutem. Po. Më thuaj. Po. Ju përshëndesëm për emisionin një. Faleminderit. Nga Greqia po ju marë. Kënaqësi. Ju dëgjoj. Jini një televizion shumë i mrekullueshëm dhe unë ndjekim gjithmonë edhe sa me zi u kapa. Faleminderit e vlerësoj. Më thuaj. Tani unë dua të them. Po. Dua të them 2 llafe vetëm, nuk dua të shtyjem shumë. Vetëm për atë gërdecin që gjuna për ata njerëz që u vran atje, sidomos për atë fëmijën e vogël që dolli për të lozur dhe u vra. Edhe nuk po gjendet drejtësi. Pse duhet kandidoj prap ai Fatmir Mediu që ka qenë ministri mbrojtjes edhe duhet kandidoj prap? Qa duhet ishte në burg, qoftë ai, qoftë dhe Sali Berisha. Duhet ishte mbrapa hekurave. Jo të venë atje të përfaqësojnë popullin, se nuk janë ata, nuk janë për të përfaqësuar popullin ata. Ata janë të dy të paull, unë i quaj të paull të dy. Po, tjetër? Kaq kisha, unë edhe ju përshëndes për emisionin. Faleminderit për telefonatën. Ju përshëndes edhe unë dhe vlerësoj që në telefonuat nga Athina. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Ju dëgjoj me vëmendje. Mirëmëngjes. Ka dhënë Jeripi, po mos ki merak. Të 2 javë kalova vetëm. Urdhë? Edhe të shkuara të gjithë. Për çfarë të mos ke merak? Pi qaj mali, edhe bëj havull, edhe do të kaloj. Mos merr hapje. Mirë, faleminderit. Po, më se s'kemi merak se nuk trembemi në gripi më po. Thjesht që na duhet zëri, po në gripi nuk trembemi. Ma thuaj shumë shkurt, të lutem, po. Mirë, shko, dy gjera të thosha. Ndoshta edhe neve, ne që marrëm u bëmë më bajat, po më bajat u bë, edhe unë që flasë, më bajat u bë jo e Korçës, u bë i Shkodrës, a u bë i Lezhës. Të lutem, a ke ndonjë mendim? Të tjerit që ka në hale, ke ndonjë mendim? Turpnjën, a e Korçës do i të Korçën në ta, të zori të bërë, ajo. Mirë, të lutem. Më për qarë kam punuar në Blandi unë këta nuk e kuptoj. Qarë kam punuar në kone e sajës që janë kaq të mallë njëve. Dakor, mirë. Ishim